Pse konkretisht ajo përgnaçësi ndaj Donika Gërvollës? E thamë prapë. Ishte, për Donika Gërvollën e kom përcjell prej viteve 1980-82, sepse kam qenë antare i lëvizjes ilegale kombëtare shqiptare që në prafërsin kryet kësaj ka qenë Iso Gërvolla. Prandaj çdo lëvizje grusht të Iso Gërvollës, çdo lëvizje edhe të Donika Gërvollës, dhe çdo lëvizje të gjithë familjeve të Gërvallëve, kam qenë ekskluzivisht i interesuar se me ditë si po zhvillohen ngjarjet, çka po ndodh, çka po deklarojnë, çka po thonë. Për faktin se unë udhëheqje televizjes ilegale kombëtare shqiptare në krymi Iso Gërvollën dhe në mashën i kom llogaritë dhe i kom vlerësue si personalitete apo si njerëz të mërrim. Mos ndodh kjo, unë nuk isha ku kam qenë, sepse kam qenë profesor, gjendjen materiale kom pas zgjidhur, problem materiale kom pas zgjidhur, kushtet materiale kom pas zgjidhur. Po megjithatë, të gjitha ato i kom kthye edhe i kom kthye më marr me vërtetëri. Dhe tash, ti po më shton një pyetje, unë me Donika Gërvollën nuk kam asgjë. Unë kam me Donika Gërvollën me kri deklaratat edhe prej kur ka ardhur si ministre e punëve të jashtme, po edhe krejt gjitha deklaratat të cilat i ka dhënë sa ka qenë antore LDK-s, edhe sa ka qenë diaspor kundër lëvizjeve ilegale, sepse ajo asnjëherë nuk e ka thonë një fjalë të mirë dhe ashtu që duhet për çështjen e Kosovës, për çështjen e 10, por rregullisht ka sulmuar njerëz që kanë marrë me veprimtari dhe njerëz që kanë punuar në mënyrë ilegale. E veçanërisht i ka sulmuar njerëzit dhe shokët edhe miqtë e Iso Gërvollës, Bardhës Gërvollës dhe Kadrizekës. Shembulli më i mirë. Hajde të shohim pyetjen, ç'a ndodhi? Kur i kthyi mjeshtra pe Gjermanisë, të rrethi i flamurit, 2 orë kemi ne. Dhe ç'a ndodhi i ndan Kadrizekën me Iso Gërvollën. Kush është ai që i ndan ata? Kush guxon me hin mesin e aty në sobë? Unë shumë më afërt kam qenë me shokët e mi të legales, dhe veprimtarisë se sa me vllaznin e mi. Unë shumë më afër kam qenë me shokët, sepse shokët i kam zgjidh vetë, se me djemtë e mi. Sepse djemtë e mi mundën me bon gabim, me lëshime edhe gjithçka. Kështu ka ndodhur, edhe besoj që ka edhe me Donika Gërvollën. Po pse ke thonë që nuk ka fol asnjë fjalë shqip Donika Gërvolla? Normalisht, sepse kur e shpreh unë mendimin asaj se që ky njeri guha i shkon serbisht, duhet me një alegorike me i shpjegu dhe me sqaru qytetarit apo njerëzve se ky njeri duhet të kem kujdes sepse mendja e ka në Beograd. Edhe Donika Gërvolla. Gjitha deklaratat na bojnë të dëshojmë që nuk qëndron konsekvent në qëndrimin në bin e Iso Gërvollës. Po megjithatë edhe një po duhet ta thonë. Pasi ky mendimi jem ka dalë në publik. Na kemi shumë shok. Në për burgje që i kam takuar në shokët e mi. Po edhe shokët e tjerë, që cilët të lashët më të mëdha kemi pas për grave. Rreziqet më të mëdha dhe kemi që edhe gratë një qahit apo të kurrizume kanë rënë në kthetrat e sigurimit serb edhe jugoslav. Edhe kanë shkuar, kanë deklaruar për veprimtarinë i burrit vet. Për shembull, ti po thu që gruaja e Iso Gërvollës ka mund të jetë njëra ndër tu? Bazë të deklarata. Këto i ketë 2 rrugë. O duhet me qëndru besnik ndaj Iso Gërvollës dhe qëndrimit tina. Sepse Iso Gërvolla ka thonë, ma në fund, problemi është se populli shqiptar, nëse nuk zgjidhet me mjete demokratike, edhe me mirë kuptim, e vetëm rrugë është lufta. Edhe erdhi lufta, domethënë, vizioni dhe qëndrimi i tij. Dhe këtë tash del Sulman akuzon. Hiç është shumë interesant pse bëhet kjo pyetje. Dhe li pyetja pse? Edhe deklaron, këta janë kriminal, këta janë vrasë, këta janë rrotbash. Të njëjtën fjalë thotë edhe Serbia, të njëjtën thotë Vučići. Për Uçikën, për udhëheqja të Uçikës, për Hashim Thaqin, për Kadri Veseli. Kjo ose unë. Po shpeshherë bablak njerëz po thonë që për shembull pse mu shoh Donika Gërvolla që nuk e ka përmendur ushtrinë çlirimtare të Kosovës në 12 qershor, domethënë në çlirimin e Kosovës. Po njëjtë ka bëu Hashim Thaqi se ka përmendur. Dëgjoj, mas pari
krahasimin mes Danika Gërvollës dhe Hashim Saqit është i gabuar. Pse? Për faktin se Danika Gërvolla asgjë s'ka vepruar për çështjen kombëtare. Asgjë s'ka vepruar për çështjen e luftës. Nuk ka sakrifikuar. Pse ka sakrifikuar burri i saj, baba i saj, më fal. Nuk do të thotë që edhe kjo është çështje kombëtare. Dhe frikën më të madhe edhe historia ka dëshmuar që atletarët e mëdhej, veprimtarët e mëdhej dhe njerëzit e mëdhej ishte mirë që mos me lënë me trashëgimtarët dhe mos me lënë pasardhës hiç. Që mos u aprish veprat e tyre. Edhe nëse deri diku është meriton një qytetar i rëndom qytetar i sjellshëm, ai jetë në hije. Për arsye sepse çdo vepër, çdo gjë që e bën edhe vepron, njerëzit thonë, çka ky për shembull, po marrim shembull, djali Hasan Peshtin, çika Hasan Peshtin, djali Ismail Qemali, çika Hasan Peshtin, gruaja Hasan Peshtin dhe kështu me radhë. Drejtën me ta thonë, nështë është pak si pa lidhje kuptimit, po pasi kum fillu më hinë veprimtari politike dhe atëtare, nuk kum pas që fort me pas punë edhe me grua dhe nuk e martu. Për faktin se, e kum di që është shumë vështirë të mbohet sekret lëvizja, të mbohet sekret veprimi, të mbohet sekret puna dhe aktiviteti. Dhe si e martu deri në moshën 30 vjeçare. Dhe deri se jam dalë për i burgut. Edhe martesja ime ka qenë moshën 37 vjeçare apo me një fjalë 92.